Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyre. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 2 nëntor 2025. Jemi në ditën e diellit. Kjo është një ditë vërtet shumë pozitive, e cila mund të na ndihmojë edhe që të harrojmë problemet që shkaktoi kjo javë. Efekti në ajër do të jetë ai shërues dhe kjo do të ndikojë në zbutjen e zemërimeve dhe në rregullimin e dukshëm të komunikimit. Gjithsesi, kemi një ndikim ndaj të cilit duhet jemi të kujdesshëm, duke qenë se krijojnë një farë iluzione. Kjo mund të na shtydë në disa veprime të cilat janë impulsive, prandaj duhet të mundohemi që të jemi pak më realist. Nga ana tjetër, kjo shton shumë frymën e argëtimit. Edhe pse që dite do të këshilloj që të qëndrojmë në qetësinë e shtëpisë, sepse ky është vendi ku mund të ndihemi më mirë. Marrëdhëniet personale gjatë asaj dite janë vërtet shumë të favorizuara, prandaj dhe fokusimi këtu mund t'ju ushqejë edhe më tepër këto. Nga ora 16:15 deri në orën 16:40 do të kemi hënën në zbrëzëtim ose shkurtër. Gjatë kësaj periudhe mos harrojmë që kemi vështirësi për të përqendruar, prandaj duhet të qëndrojmë larg krisjeve të panevojshme dhe të përmbahemi rutinës tonë të asaj që dim. Sepse pas kalimit të hënës tek shenjë dashje mund të kemi tendencën për të qenë më impulsiv. Prandaj si gjithmonë duhet jemi të përmbajtur. Java në vazhdim do të kenë ndikime të cilat do të na sfidojnë, prandaj do të këshilloja që gjatë kësaj dite të bënim dhe planifikimin për të. Jo vetëm sepse është ditë e diel, por sepse gjatë kësaj dite kemi edhe mundësinë që të marrim vendime vërtet shumë të shëndetshme. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.